jo thjesht në aspektin e ushtrimit të pushtetit pavarur gjyqësor, por në aspektin e ushtrimit të pushtetit të çdo institucioni në funksion të zbatimit të ligjit dhe në funksion të garantimit të drejtave të qytetarëve. Më tutje patjetër që ky proces konsolidon institucionet e drejtësisë, të cilat tani më kanë kaluar një fazë tjetër, pasi kanë pavarësinë që se kanë pasur kurrë, dhe ndërkohë në procesin e konsolidimit do duhet të rrisin profesionalizmin, panshmërinë edhe sigurisht pastaj edhe cilësinë e shërbimeve të tyre, në ndërkohë që ky proces siguron luftën kundër korrupsionit, jo thjesht si një luftë që zhvillohet në frontin midis institucioneve të drejtësisë dhe fenomenit korrupsionit,